Speranca TV paraqet. Përshëndetje miq. Jam një burr 50 vjeç. Jetoj një jetë e qetë dhe nuk kam qenë kurrë nga ata burra që bëjnë prapësira. Po kjo që po ju tregoj ndodhi gjatë një dasme të fisit, aty ku takova Elën. Ela është motra e kunates sime. Do me thënë, vëllau im është martuar me motrën e saj. Ajo është 25 vjeçe, një vajzë e gjallë që punon në qytet si arkitekte dhe kishte ardhur në fshat vetëm për fundjavë. Kur e pash tek dasma, ishte e veshur me një fustan, por që i rrinte si me qenë pikturuar. Me doli përpara në sallonin e shtëpisë, ndërsa të gjithë të tjerët ishin duke vallëzuar. Përse nuk të pëlqen muzika? Me pyeti ajo, duke u mbështetur tek parvazi i dritares. Kush të tha që nuk me pëlqen? Përkundrazi, muzika me pëlqen shumë, i thash, por me kalimin e viteve, njeriu preferon me shumë qetësinë. Po ti dukesh tip i qetë, por i ke ca sy që tregojnë se akoma nuk e ke kaluar kohën e aventurave, me tha ajo. Eç me gjeti. Të nesërmen, dasa kishte mbaruar dhe të gjithë ishin të lodhur. Unë kisha disa punë me mjetet e kopshtit, po rregulloja një pjesë të gardhit. Ela doli në oborr me një libër në dorë, por e shihja që nuk lexonte asnjë faqe. Rrinte aty afër meje dhe më shikonte si po punoja. Të lodh ka shumë kjo puna e gardhit, tha ajo, ndërsa po mbante një gotë limonat. Punët e fshatit dojnë durim o Ela, i thashon. Mua me pëlqen burrat që din të përdorin duart, tha ajo dhe u ofrua edhe me shumë pranë meje. Në qytet, të gjithë rrinë pas kompjuterave, vazhdoi ajo duke me treguar. Unë ndala punën dhe e pash, e ajo qëndronte aty. Filloi të luante me flokët e saj dhe të shikonte duart e mia që ishin pak të ndotura nga dheu. Ishte një lojë që ajo filloi dhe unë, për të qenë i sinqert, nuk bëra asnjë përpjekje ta ndaloja. Ajo kishte një mënyrë të foluri shumë të shkathet, të thjesht, pa shumë fjalë të mëdha, që me bënte të harroja diferencën e moshës. Përse nuk vjen një ditë tek shtëpia ime në qytet? Me pyeti ajo papritur. Kam një raf librash që s'po e montoj dot, nuk kam as forcë ta ngre, e duhen duart si të tuat. Nuk besoj që është ide e mirë, i thashon, duke u përpjekur të qëndroja serioz. Ajo u ofrua dhe një hap, aq sa mund të ndjeja edhe afërsinë e saj. Nëse nuk vjen, do mendoj që ke frikë nga një vajzë 25 vjeçe, ma ktheu Ela. Atë pasdite, Ela kishte vendosur të nisej për në qytet, por makina e saj kishte një problem të vogël me njërin prej gomave. O desh ta çonim tek garazhi i vjetër, prapa shtëpisë, ku mbaj mjetet e punës dhe pjesët e makinave. Ishte një ambient i ngushtë, me erë vaj makinash dhe hekurit e ndryshkur, e unë u përkula për të kontrolluar gomën e pasme. Ela qëndronte pas meje. A mund ta rregullosh? Pyeste ajo. Po, i thoja, pa kthyer kokën, por duhet ta ngre makinën pak. Ndërsa po kërkoja çelsin e duhur, ajo u ofrua tek shpina ime. E ndjeva dorën e saj të lehtë që preku këmishën time tek pjesa e shpatullave. Nuk ishte një prekje si e një motra apo kunate. Ishte prekje që kërkonte përgjigje. E unë ngrita në këmbë dhe u ktheva. Hapësira ishte shumë e ngushtë e pothuajse ishim ngjitur me njëri tjetrin. Ela nuk foli, vetëm e shihte. Në ato momente, qetësia e garazhit u mosh me një tension
dhe një emocion që s'mund të adoroni mas njeri. I bëra me shenjë, i bëra me kokë, drejt deres. Duhet të ikesh sepse është vonë, i thashon. Ajo bosjeshi, me një bosjeshje për një vajze që e di shumë mirë se çfarë donte në ato momente. Edhe unë e dija, por çfarë t'i bëja? Nuk kisha guximin pa ma thënë ajo e para. E di që duhet të iki, me tha ajo, por nuk me vjen ndërmend asnjë arsye pse duhet të iki tani. Me thuaj ti, tha ajo. Këtu ndryshoj gjithçka. Ne ishim aty të dy, mes mjeteve të punës. Unë bëra një hap për t'u larguar, e ajo më tha prit pak. Ajo nuk e kërkoi puthjen, siç bëjnë vajzat e reja nëpër filma. Ajo thjesht u mbështet në krahët e mi, sikur kërkonte mbështetje apo sikur donte të më falenderonte. E kishte mbështetur kokën aty te krahët e mi dhe ngriti kokën lart. Ishte një gest mbrojtës dhe provokues në të njëjtën kohë, e unë s'dija në çfarë mënyre ma kishte hedhur kokën aty. Çfarë të bëja? Te prisja edhe më shumë nuk me pritej. Dërsa ajo rrinte ashtu edhe po ta lija gjithë ditën, se kishte ndërmend që të ikte. E largova pak. I thash me duhet që të kërkoj një çelës që nuk po e gjej dot. Po tani tha e rregullove, çfarë të duhet çelësi? I thash aty me rrimendja. Tamam tek ai çelës. Nuk fle dot nëse nuk e gjej se ku e kam. Në fakt unë doja vetëm t'i shmangësha prekjeve të saja dhe po kërkoja në përmjetet e mia si i humbur. Prisja, dërsa në mend me vinin lloj-lloj mendimesh. E nuk e dija nëse duhet ta lija që të shkonte apo të finalizoja diçka në fund. Po vi edhe unë të të ndihmoj. Doshta të dy bashk e gjejmë shpejt, më tha ajo. Ndërsa unë kisha futur duart tek veglat e mia aty në garazh, edhe ajo kontrollonte pikërisht aty ku kontrolloja unë. I thoja ti shko kontrollo pak më tej, sepse këtu shoh vet. Por ajo se kishte ndërmend të më ndihmonte, por nuk donte që të më shqitej. Gjatë kohës që ajo kontrollonte nëpër vegla, rrinte vazhdimisht duke prekur duart e mia, dhe sa herë që më prekte, sillte kokën nga unë dhe më shihte. E kapën nga krahët dhe i thash, me thuaj tani troç se çfarë do. Ose më mirë ik dhe ta lëm këtë punë këtu. Unë se kam ndërmend të iki, tha Ela, dërsa se çfarë dua, ti duhet ta dish vet. Nuk kisha më çfarë të prisja. Afrova kokën dhe fillova të puthja ato buzë që ishin të ëmbla si mjalta. Fillova ta puthja në buzë, e pastaj edhe të gusha, e pastaj puthjet i zhvendosa mbrapa veshit. Ajo me përqafoi me duar dhe filloi të më puthte edhe ajo. Njërën këmbë kishte ngritur dhe me kishte rrethuar këmbët e mia me të, ndërsa me duar me lëdhatonte pjesën e prapme të kokës sime. Siç ishim duke u puthur, e ngrita dhe ula mbi tavolinën time në garazh. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjini videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjini subscribe.